Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit nga T'ja nisim. Kam dashur gjithmonë që në këtë podcast të ketë të ftuar një person i cili ka përjetuar dhe ka parë shumë, ka qenë dëshmitar i kohrave dhe ka jetuar një jetë plot besim dhe plot dinjitet. Me ne sot jam shumë e lumtur që të kem në studio në këtë prag fillim Ramazanit, hoxhën e nderuar, studiues, mësues, përkthyer, profesor, zotin Ismail Dizdari, i cili së bashku është bashkë me nipin e tij, Hajredin Dizdari. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe që jeni bashkë në këtë podcast. Faleminderit. Faleminderit. Keni jetuar kohra të ndryshme dhe keni jetuar me besimin islam. Si mendoni kush ka qenë periudha më e vështirë për ta ruajtur fen? Kur isha në medrese ku qëndrova 7 vjet, kishim një rrobaqepës që Baft Herri, Tiranës, a I thoshte, jeta është dit, kush dit notoj, a I nuk mbytet. Dhe aso kohë, ishte shumë vështirë për të mbajtur fen dhe për të kryer ritet fetare, sepse në atë kohë, edhe gruaja mund të ishte, po them ekstrem, spiuni yt me cilën do të kufizoheshe për të folur, sepse të priste arrestit, priste burgu, ishte shumë e vështirë. Megjithatë, unë jo për të lavdëruar, po në të shumtën e rasteve ne medresistët heshnim për të arritur synimet tona. Mjafton të them kaq. Kur mbarova medresen, ku qëndrova 7 vjeçare dhe të mesme, nuk na dhan punë. Edhe na shihnin dhëngër, na shihnin shtremër. Ju, medresistët, na thoshte Vangjeli Mere, drejtoresh e shkollës 17 nëntori, shkolla e vajzave në rrugën e Elbasanit. Ishte shumë e vështirë. Megjithatë, ne mbjetuam. Mbjetuam duke ruajtur në zemër atë që na mbollën profesorët tanë të mrekullueshëm, Haxhi Dashi, Suleman Myrtaj, Hafizi Mustafa Doraci, e të tjerë, e të tjerë. Diktatura ishte e ashpër dhe vazhdimisht ne kishim tërësni psikologjike, sepse ishim ato që kishim në zemër fen. Elhamdulillah, mbjetuam dhe kur erdhi ose rinia solli demokracinë, ne morëm frymë lirshëm. Tham elhamdulillah që mbjetuam edhe arritëm këto ditë të bukura. Pavarësisht nga mangësitë që ka demokracia në Shqipëri, ne rilindem për shtyti duke manifestuar pikpamjet tona dhe praktikën tonë fetare në institucionet të ndryshme të Shqipërisë. Ju keni qenë për shumë vite drejtues medreses, apo jo? Urdo? Keni qenë për shumë vite drejtues medreses. Po. Si ka qenë kjo përvojë për ju? Kur takohemi sot në 4-5 medresistë që kemi ngelur gjallë, nuk kemi kaluar akoma në botën e përteme, ne medresen e kujtojmë dhe e kemi pikë referimi për gjithçka. Mjafton të them vetëm kaq. Kur vinte Haxhi Dashi, rahmet past, ne ishim nxënësit e medresës, rreshtoheshim si ushtarë. Pa na thënë kush. Hafiz Selim Gashi, ish muftiu i Durrësit, sa mbaronin drekën, sa mbaronin mësimin, hajde, merrni abdes. Merrshim abdes, falshim drekën në obor. Ishte bukur, me thënë drejtën. Kishte një disiplinë të vetëdijshme. Dhe
Në kohën e diktaturës, sa herë që takoheshim ne medresistët, çliroheshim, flisnim hapur, flisnim për atë që na diqte zemra, për fenë dhe besimin tek i madh Zot Xheleshanu. Me të tjerët ishim të rezervuar. Sepse, mjafton të kujtoj vetëm kaq, kur isha në Mbreshta një fshat afër Sinjës poshtë Piragut, instruktori i komitetit partisë Lili më mbajti 2 orë në një lëndin, duke më quajtur, duke më pyetur, pse s'pi alkool ti? Pse s'merresh, më falni për shprehjen, me femra? Po të alkooli më ka ndaluar mjeku, në traditë kam që nuk merrem me femra, thash shikoj punën. Buzqeshi me ironi, duke më thënë, ti e medresist? Po thash, unë e medresist, kaloj. Në medreseja mbetet si pikë referimi, si koha e artë e jetësime dhe gjithë atyre që kanë qenë medrese. 7 vjeçarja dhe e mesmja. Mjafton të them vetëm kaq, disiplina për muslimanët atje ishte kushti kryesor dhe kryerja e ibadeteve. Pa çka se edhe atje kishte vështirësi ekonomike, nga ana e ushqimit e tjera, po profesorët, kur vinte Haxhidashi, Astrid Bozgo, Gjirokastriti, Herodoti historisë e quajti Manush Miftiu, ish ministri i arsimit, kjo është Herodoti historisë. Ai, Herodoti historisë i Greqisë lashtë, kur vinte Haxhidashi, i fuste dorën e thoshte, i thoshim ne, o profesor, po pse ti nuk je fetar, je laik? Kjo është mënyrë, tho, e pazbulume për Haxhidashin, emrin e cilit mban medreseja sot në Tiranë. Ky ishte Astrid Bozgo dhe mua më kujtohet atëherë kur ishte puna për revolucion në Versailles. Ai ishte plot talent, plot bindje, zotronte atë që duhet të ketë një arsimtar, dhe mendje të përqendruar e të shpërndar. Kur plasë revolucioni, u nisën karrot për në Versailles, edhe ai shprehi, fëmijët, të rit, të rejet, pleqt, gratë, populli i tërë donte të lëronte karrot, Razilja. E preu fjalën. Kur erdhi orën tjetër, e kemi lënë te karrot, po edhe vazhdoi. Ky ishte Astrid Bozgo, Le Haxhidashi. Ai ishte të gjitha ato që thoshte ai, unë i kam pasur parasysh gjatë gjithë jetës sime. Edhe në kryerjen e adhurimeve, edhe në problemet tjera të jetës, por kam qenë mbuluar edhe me njerëz të afërt, që nuk ishte e mirë, por sa herë që hyja në klasë si mësues, hyja me komën e djathtë edhe thoja bismillah. Një ish nxënës i rrethit e kishte vënë rekte edhe mas 10 vjetësh, dëgjoj, ty unë të kaputua që ke qenë medrese, sepse ti hyje në klasë me bismillah. Unë nuk e folë. Vitet e harta të jetës sime kanë qenë ato të medresës, ku qëllimi i medresës ishte të përgatitej muslimani për sfiduar botën perëndimore dhe shfaqjet që sot manifeston njerëzimi, i cili është i çroditur dhe mendimi im e vetmja shpresë, e vetmja rrugë, i vetmi shpëtim për njerëzimin e sotëm është Islami, i cili përhapet si vaj në një tepsi dal nga dal, por me bindje dhe njerëzit që përqafojnë Islamin
janë të qetë. I madhi Zot na ka dhënë një dhuratë të jashtëzakonshme, atë që quhet liri. Njeriu është i lirë të zgjedhë rrugën e drejtë për cilën inshallah do të shpërblehet dhe rrugën jo të drejtë për cilën do japi llogari Zoti na ruajt. Amin. A shikoni ju ndryshim nga muslimanët më përpara dhe muslimanët tani, a ka ndonjë ndryshim? Unë mendoj që unë më origjini jam fshatar dhe kur takoheshin dy fshatar në Hoxhas, i thonin njëri tjetrit, çfarë jeti? Turk, elhamdulillah. Ngatronin identitetin me besimin. Por ishin besimtar shumë të sinqert. Sot, mbase s'bëj mirë që e them, Islami po përjeton përçarje nga më të ndryshmet. Dhe fajtor për këtë është perëndimi. Për mendimin tim. Muslimanët e sotshëm kanë bindje, kryejnë detyrat e gjitha, por perëndimi është ulur këm kryq ndërmjet muslimanëve dhe i ka futur në grindje. S'ka arsye që të luftonte Iraku kundër një vendi tjetër arab. Kur ishe në Kairo, me pyeti një gazetar, si e shpjegon ti, thotë, që luftojnë muslimanët? Nuk ka kuptim, thashë, kushtetuta e gjithë muslimanëve është Kurani edhe i mushan, fjalat madhe të Zot. Dhe s'ka, kur jep selam ai muslimani, thot Esselamu aleikum, shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty. Përshëndetje më e bukur, përshëndetje sublime në botë, në jetë, në dunja, është kjo, sepse përmbledh dashurinë, respektin dhe me gjitha sigurinë. Domethënë ti nga unë je i sigurt. Muslimanët e atëhershëm ishin të sinqertë, mund të them vetëm kaq, që vegrat bujësore i linin narë edhe nuk i vjedhte njeri. Sot kaq të sigurt. Sot te katë rrugën SMT është një musliman, po bëj një analogji, që e le punishten hapër, punon me dur alumin. Vajta një ditë për të rregullu ca dritarët xhamis, edhe s'kishte njëri, kur erdhi një punëtor, po ju thash kështu hapër e leni, po tha, po nuk vjedh njëri, jo thash, të merr njëri që neve, je vitnershëm. Mu më erdhi mirë, më thanë drejtë. Vjen mirë edhe për një gjë tjetër që këtu në Tiranë, aty ke Sahati, ka qenë një dyqan që thoshte halal. Nuk marrim gjëra që nuk janë të lejuara. U hap edhe në shijak, ka edhe në shijak edhe brejtë me mirë. Muslimanët kudo në gjithë botën janë një lloj, po një pyll ka drejtë të drejtë, shumicën, po ka edhe të shtremër, ka që për interesat materiale ata jo shesin fen, po i shmangen në një rast për të fituar diçka materiale, gjë që s'është natyrshme. Njeriu kur ka bindjen për atë, jep dhe gjithçka, dhe shembulli i kësaj është emigrimi i Resulullah sallallahu ta'ala nga Mekka në Medinë. La çdo gjë për të ruajtur besimin, fen, në marrëveshje me Medinelit, vajti në qytetin e Medinës. Ne, medreselit, ato pikpamje dhe ato rite që kemi kryer atëherë i kryejmë dhe sot, dhe muslimanët unë them që nuk kanë ndonjë dallim, pavarësisht nga mos përputhje të mendimeve. Unë Gjabir el-Elvani ka shkruar një libër me temën Etika islame për mendimin ndryshe. Unë kam përkthyer nga bosnjakishtja dhe aty flet që nuk është koha, nuk kemi kohë të zihemi me njëri tjetrin të grindemi. Është koha të bashkohemi për të mbrojtur besimin dhe fen,
atëherë unë i madh i Zot deri në ditën e Kiametit, po ne kemi detyrën tonë nga ata që nuk të duan, dhe të tillët janë të shumta, madje edhe të sofistikuar. Po, vllazërin midis shqiptarëve dhe theve të ndryshme, si e keni përjetuar në kohrat e mëparshme? Bashkëtesa. Unë do bëj një parantezë, kam dëshirë të bëj një parantezë. Pushtetarët sot bashkëtesën shqiptare e përdorin si argument për të arritur synimet e veta, me të cilën unë nuk jam i një mendje me këta. Po them vetëm kaq për qytetin e Shijakut. Kosta ishte Kovaç. Punonte me një musliman. Dhe kur vinte Ramazani, ai nuk pinte duhan para muslimanit. Vinte dreka, hikte, shkon të hante drek në shtëpi. Madje, edhe rakixhit, kështu po e quaj, alkoolistët, kur vinte muj madhnushëm Ramazanit para cilit jemi tani, se me 18 vjen, e ndenin rakinë edhe nxirrnin nga shtëpia, e linin jashtë. Është haram. Edhe nuk e pranon në shtëpi gjatë ditë mujt Ramazanit. Pastaj mas varovit fillonin papat të vetën, po e kishin atë respektin, pavarësisht respekt primitiv ndoshta, po ishte domethënës, unë po them Kosta, edhe të tjerët 5 familjet ortodokse që kanë qenë në Shijak, na respektonin, i respektonin gjithë muslimanët. Madje, po them edhe diçka tjetër të vogël, një 2 gra, 3-ja, njëra prej tyre ka ndërruar jetë, me që ishte martuar me një musliman, kur vinte muaji Ramazanit, agjeronte për respekt burrit. Agjeronte, mante gjithë rritet. Edhe në përgjithësi muslimanat në Shijak, nga to 5 familje, 6 familje që ishin, mase ishin më shumë, respektoshin deri në fund. Sa vite ke që agjeron, kur ka agjeruar për herë të parë? Për herë të parë, unë kam agjeruar në medrese, në 57, 58, dhe kur vinte muaji madhnushëm e Ramazanit, medreseja kishte një program, nuk e di si e ka sot, kur vinte muaji Ramazanit, neve na shpërndanin në përfshatra të ndryshme për të falur taravit. Dhe konkretisht, imat bisedoj me Recep Çallikun dhe ca tjerë, në Çallikje, më çoi mu 2 vjet për të falur taravit, ishte Ramazan, pasha taravit atje, dhe që në medrese filluam të agjerojmë, që në moshën që arritëm për të agjeruar. Atje agjeronim. Me vështirësi, po atje filloi agjerimi, vazhdoi pastaj gjatë gjithë kohës. Po është këshilla që i jep niprëve fëmijëve të tu? Po i referohem në infrashërit. Ai ka qenë mendimtar për mendimin tim, ai thotë, më tepër vlen një shembull i prindit se sa 1000 fjalë moralizuese. Niprat dhe mbesat, duke parë mjedisin familjar që falej, besonte edhe manifestonte rritet fetare islame, aderuan tek Islami. Me shembull, bie mirë. Eredin, si ka qenë për ty të rritesh? Një parantezë. Po. Nëse e thot një filozof grek, në 7 fjalë bëhet një gabim. Në rast se kam gabuar diku, ke qenë imprekullueshëm. Faleminderit. Si është të rritesh në një familje me kaq shumë dietar, studiues, me një trashëgimi shumë të mirë të Islamit? Është sfiduese sepse ti duhet të përmbushësh ato pritshmëritë. Njeriu ka pra në rastin kur ti ke shembuj kaq të mëdhenj, siç është gjyshi dhe figura e tij, ndjen përgjegjësi goxha të madhe për të arritur një përmbushje, një vlerësim, një respekt të figurës ti, dhe kjo ka ato vështirësitë e saj. Por që padyshim, siç e përmendi te gjyshi, hoxha i nderuar, ka patur benefitet e saj sepse kemi patur shembuj. Edhe fjalët apo këshillat që mund t'i japi prindi fëmijës, padyshim që janë të dobishme, por kur një fëmijë shikon shembullin e prindit të tij, natyrshëm ai do ta ndjekë, sepse çdo fëmijë dashurinë e parë ka nënën dhe babain.
edhe përrjedhoj tendencën për të ngjarë atyre të parëve ka shumë të madhe në krahasim me të tjerët. Kështu që kjo ka qenë realisht ndihmë shumë e madhe pasja e një figure fetare si gjyshin familjen tonë, po gjithashtu dhe si babai, nëna e të tjerët me radhë kanë ndihmuar jashtëmase shumë. Ju në fakt keni pasur një shkollim tjetër përpara se të riktheheshit përsëri teologjisë. Si ndodhi ky ndryshim në jetën tuaj dhe pse ju rikthyet tek teologjisë pra? Po unë realisht kam patur disa aventura me universitetet. Kam filluar universitetin tim të parë në Universitetin Europian të Tiranës për psikologji, degën psikologji. Madje kam qenë duke folur me hallën time, edhe ajo ma sugjeroi, edhe e zgjodha, në fakt edhe e pëlqeja. E studiova një vit, pastaj aplikova për bursa në Turqi, për, domethënë, Universitetin Gazi, i cili është në Ankara, për filozofi. Atje studiova disa muaj, pastaj mu desh të kthehesha për disa probleme të vogla, dhe aty kur u ktheva, vazhdova fakultetin e drejtësisë, që e mbylla. Pasi e mbylla, më doli shkolla për në Medinë, atje studiova 2 vite gjuhën arabe dhe disa baza të fesë islame, dhe pastaj studiova 4 vite jurisprudencën islame. Dhe aktualisht studioj master për marrëdhënie ndërkombëtare, që shpresoj ta mbyll së shpejti, të cilin e kam lënë për gjysmë para se të shkoja për në Medinë. Këto studime që keni zhvilluar për te fes, a ju t'i kanë ndihmuar më shumë që të njihni më shumë problematikat e shoqërisë tonë dhe këto ti shprehni në hutbet e juaja, në ligjërimet e juaja që i keni? Po, më kanë ndihmuar goxha. Se është pak e rrallë që një hoç të ketë bërë shkollime të tjera, pastaj të kthehet tek teologjia, apo jo? Unë nuk kam parë, po edhe ka një disa hoxhallar të cilët kanë patur studime të tjera përpara, pastaj kanë studiuar për fe, për jurisprudencë fetare, për teologji, për hadithe të tjerë, po që mua më kanë ndihmuar jashtëmase shumë. Dega e drejtësisë është degë sa e vështirë, sa e lodhshme, aq edhe formuse, sepse të jep disa baza shumë të shëndosha në thonjza, le të themi, se si funksionon bota apo se si është ndërtuar bota. Ne kemi një shprehje në të juridiku, le të themi, që juristët e udhëheqin botën, ekonomistët, inxhinierët e ndërtojnë botën dhe juristët e udhëheqin. Kështu që kam patur favore të jashtëzakonshme, jam njohur me njerëz, realisht kam kuptuar se si funksionojnë shumë gjëra, është e nevojshme që njeriu të socializohet dhe të kuptojë rrethin në cilin është, të kuptojë se çfarë ndikon njerëzve pozitivisht, negativisht, dhe më ka ndihmuar mua që të jem më, si thua, ndikues tek të tjerët. Shpresoj të kem qenë ndikues pozitiv, edhe të kem bërë atyre dobi për t'i afruar nga udhëzimi së drejtës. Ju jeni emëruar në xhaminë e Vlorës, apo jo? Qytetin e Vlorës? Po, xhamia Plumbit në qendër të Vlorës. Po. Si ja keni gjetur çelësin të zbusni zemrën vlonjatëve? Shiko, vlonjatët janë natyra të veçanta, janë të vështirë në fillim. Edhe nëse i duron, edhe nëse tregohesh i dashur me ta dhe arrin të kuptojnë që ti je i sinqert në atë që bën, atëherë i fiton përgjithmonë. Ama ajo përballja e parë është ajo që është sfida më e madhe. E po kalove atë, pastaj ke sukses. Ama sa të kalosh atë duhet dërim i madh. Kështu që keni sa vite keni që jeni në Vlorë? Ky është viti i dytë. Ky është viti i dytë, okay. Kam shërbyer edhe më përpara, kam qenë zëvendës imam, zëvendës hatib, kam qenë dhe muezin, por kam qenë zëvendës. Ama tani jam imam hatibi i xhamisë së qendrës. Kush është kujtimi më i bukur që ju keni me gjyshin, që kujtoni gjithmonë nga fëmijëria juaj? Kujtimi më i fortë që kam me gjyshin ka qenë kur kam qenë me Timat. Timat ka qenë në Timon, gjyshi im ka qenë tek vendi i pasagjerit dhe unë kam qenë pas. Dhe po shkonin për tek medreseja për të regjistruar. Do të thënë sa kisha mbaruar klasën e 4, ishte verë dhe po regjistrohesha në medresen e Tiranës për të hyrë në klasë 5. Edhe unë jam medresist, jemi 2 medresista këtu. Dhe kam kryer me medresen e Tiranës nga klasa e 5 deri në klasën e 9. Ky ka qenë kujtimi im më i fortë dhe këmbgulja e gjyshit që donte të më regjistronte në medrese. Dhe jam regjistruar aty, kam përfituar jashtëmase shumë nga ambienti fetar,
nga korrektësia që tregonin profesorët dhe rëndësia që jepnin namazit, nga këshillat që na kanë dhënë. Me të vërtet mua më kanë bërë dobi dhe kanë mbetur shenja në zemrën time. Edhe medreseja është një kujtim shumë i bukur. Madje edhe shumë misi të ngushta që sot i kam nga medreseja. Ky ka qenë kujtimi më i fortë dhe më i gjallë që kam me gjyshin, dhe në veçanti këmbgulja e tij që unë të shkoja në medrese dhe ta mbaroja medresen. Pastaj edhe im vlla, i cili dhe ai është imam gjithashtu po. Po, edhe ai e ka bërë po të njëjtën medrese, pra kemi qenë së bashku atje. Sa vite diferencë keni me vllajin? 4 vite. 4 vite. 4 vite, po. Kështu që ai ka mbaruar për fakultetin e shkencave të hadithit, që është fakultet shumë i vështirë. Okej. Dhe ka dalë me rezultate shumë herë më mirë se unë. Është pak ka shumë mirë. Dardha do shkojnë në Dardh, kështu që më vjen shumë mirë. Profesor, ju keni përkthyer disa libra. Si keni parë raporti me leximin? A lexojnë shumë muslimanët? Po i referohem Rahmetliut Ali Izetbegović, ish president të Bosnjë Hercegovinës. Ai ndërmjet tjerash, nga ato që kam përkthyer nga ai 4 vepra, thot: sa më tepër të ketë përparim tekniko-shkencor, njeriu aq më tepër poshatiset nga ana shpirtërore. Dhe ajo që ne e kishim pasion, e kishim kërkesë të jetës, leximin e veprave të ndryshme, rinia e sotme për fat jo të mirë nuk lexon aq sa duhet. Është infektuar nga celulari. Bashkë me celularin, Perëndimi ka futur edhe atë që është plag e mjaft muslimanëve, indiferentizmi. Sot pothuajse nuk mungon, por është paksuar shumë dashuria dhe sinqeriteti i muslimanit me muslimanin, për të folur hapur. Rinia e sotme ka raste ekstreme mbase të skajshme që thonë hajde pim një kafe dhe shkojnë në kafe, njëri me celular, tjetër me celular. Nuk flasin fare. Anglezi thot një fjalë të bukur. Kur e do një njeri i jep syt. Ai që nuk të do të shikon rrobat. Dhe njeriu ka nevojë për ta parë tjetër në fytyrë, për të parë mimikën, e do me sinqeritet apo nuk e do. Bashkë me këtë infekcion të celularit, Perëndimi ka futur në Shqipëri edhe indiferentizmin për familjen. Mjaftërinj dhe të reja, plag e shoqërisë sotme, nuk është sunduese, po ekziston, është futur tek ne, të rinjt dhe të rejat, po flas në mënyrë figurative, bredhin lule dhe nuk duan të krijojnë familje. Familja është qerdhja, baza e Islamit, të cilën Perëndimi po lufton në mënyrë të sofistikuar. Perëndimi ka një thënie, njeriu është i lirë. Më falni për shprehjen, po kafsha ka lirit pa kufizuar, madje edhe ajo, po që se edukohet mirë, po që se mësohet me rregulla, edhe ajo ka rregullat e veta. Ndërsa të rinjt dhe të reja e sotme nuk duan të krijojnë familje, dhe kur i pyet, mirë jam kështu. Populli ka një shprehje të bukur. Beqari rros si mret, po vdes i qen. Dhe unë po marr shembull, jo për egoizëm, as për egocentrizëm, ne do kalojmë gjithë në botën tjetër. Unë them drejtën, jam i gëzuar për gëzimet e tjera që ka muslimani, që komunipat dhe mbesat që ndjekin rrugën e drejtë. Krijojnë edhe familje, edhe buzëqesh dhe qesh me plot shpirt kur i shoh këta që janë në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit, në rrugën e asaj që duhet të shkojë i gjithë njerëzimi. Tani,
Këto janë plagët. Edhe një gjë tjetër për indiferentizmin, do të thoja unë, vëllezërit edhe fëmijët, edhe pleqt, edhe të pamundurit, po vriten në Palestinë. Gjithë bota sheh televizorin. Shpresa tek fuqitë e mëdha për t'i mëshiruar, për t'i ruajtur. Muslimanët sikur të organizoheshin, ashtu siç thot Rahmetliu Ali Izetbegović, po të organizohen muslimanët vetëm me bështym i mundin ata që nuk në duan. Por janë të çoroditur, janë të organizuar edhe pa organizuar. Inshallah, i madhe Zot bën që edhe muslimanët dhe shpresa është bindje, ashtu siç thot përsëri Ali Izetbegović, në 50 vite të ardhshme në Gjermani nuk do ketë jo musliman, do jenë gjithë musliman. Kështu do shkoj në gjithë Europën, inshallah. Inshallah, më vjen shumë mirë. Flasim pak për marrëdhënien tuaj si bashkëshort. Çfarë mund të thuash nga jetesa joaj si bashkëshort që të rinë që e dëgjojnë të marrin shembull? Në librin e fundit, po them në librin e fundit që kam përkthyer me titullin Islami ndërmjet lindjes së Perëndimit, për ti me shoqja kam thënë kështu. Ky përkthim i kushtohet si Nazmijes Milingon, e cila është zemër, është mreti i zemrës dhe i familjes sime. Zoti e bekoft në të dyja jetët. Amin. Dhe nëse do të zgjidhja, do më lejohoj, po them një absurditet, të merre një grua tjetër, nuk nënëroja me miliona gra me ti me shoqë. Me mban në pëllëm të dorës. Po jo vetëm për interesi materiale se me mban dhe më ushqen, por me shikon në sy. A më do të dua se shpirt të rrithem. Kemi kaluar 50 vite dhe nuk gjej shembëltyr tjetër, mund të jetë edhe më të mira, po ajo ka trashëguar nga familja vet qytetarin, ndershmërinë që kishte edhe familja ime, nëna ime, pavarësisht se ishte parë si burr, po këto rrugacet i abandononte, ka trashëguar qytetarin, pastërtin, Niko Qirlikun dhe mbi të gjitha një autoritetin e burrit. Siç thot i madhi Zot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Er-rijalu kavvamuna len-nisa. Burrat janë më të fuqishëm se gratë. Unë kam vendin tim si kryetare. Kullukum ra'in ve kullu ra'in mes'ulun an ra'iyatihi. Ky di më mirë se cili prej jush është në pari. Dhe si i tillë, ajo është përgjegjës për grigjin e tij. Edhe unë maj përgjegjësi për familjen time, për ti me shoqe, për fëmijët, për nipat, për mbesat e për gjithë. Gruan që kam unë nuk e ndroj me grua tjetër. Po mirë, gruaja në Islam, çfarë vlere ka? Po, tashti është e smur, jo një çik, po është e smur mjaft, edhe me shoqëron dhe disa herë në xhami. Madje krijoi edhe shoqëri me disa gra aty në xhami. Kohët e fundit falet, po në mënyrën e saj, domethënë me vështirësi një çik, ka mësuar disa sure, Fatihan për shembull, kur vallahin e Tejatu i ka mësuar ato. Ditë falet, ajo ka arë nga një midis jo fetar, nuk më e mirë që them, po jo fetar, edhe shpesh herë më thot, lumë ti që ke shkuar i vogël me dresa, edhe ke mësuar për fenë. Mua s'kishte kur mësonte, me përjashtim të nëndajës, e cila kur fillon të hante, thonte Bismillah. Edhe unë po them të Bismillah. Të ka pasur fatin që të ka pasur ty afër dhe keni bërë shumë biseda të bukura, besoj, edhe nga ana fetare. Hayreddin, si mendon, kush është një temë që ti e ke problematik, e ke merak
vet, por kufizohesh që ta diskutosh përpara xhamatit. Ka disa shqetësime që ti do doje që ti thoje me zë të lartë? Ne të thoje troç siç janë të vërtetat? Mungesa e komunikimit është po kthehet sot në shqetësim shumë të madh. Njerëzit pretendojnë se janë të vëmendshëm, po ajo që përmendi Gjyshi është shumë e vërtetë. Edhe po e shikojmë sot si krizë midis bashkëshortëve, midis miqve, midis shokëve, midis familjes. Ky pretendimi që unë të njoh ty, edhe nuk ulen njerëzit të flasin, nuk ulen njerëzit të diskutojnë çfarë kanë problematika, cilat janë caqet, kufit, edhe pastaj kalojnë në përplasje të mëdha. Kjo bota teknologjike sot na ka bërë më teknologjik, po më pak të dishëm, më pak të zgjuar. Kjo është e vërtetë, edhe e shikoj dita ditës që po e vuajnë. Ka një lloj çoroditje të madhe, të përgjithshme, që me të vërtetë është bërë shqetësuese. Jeta ka marrë një nxitim shumë të madh, një vrap shumë të madh. Gjithë secili po vrapon, po të qëndrojmë një herë dhe të pyesim veten se për ku po vrapojmë, na nevojitet shumë. Ai meditimi mbi rrugtimin tonë të jetës, që dietarët e Islamit e bënin vazhdimisht. Edhe meditonin për veprat e tyre, për arritjet e tyre, për sakrificat e tyre, a janë këto që e kënaqin Zotin tim. Edhe mendoj që komunikimi midis njëri tjetrit na është venitur jashtë shumë, dhe të ulurit dhe të medituarit për mirësitë e Allahut, për madhërimin e Zotit, për këtë krijim të jashtëzakonshëm, që fatkeqësi është thuajse po zhduket. Njerëzit s'po marrin kohën e duhur për të vlerësuar mirësitë që kanë. Edhe i marrin disa gjërat mirëqenia që shikoj se kështu duhet jenë, se unë po mundohem, po punoj, po sakrifikoj nga koha, nga jeta, ndërkohë që s'është ashtu. Shumë njerëz mund të jenë duke u përpjekur më shumë se sa ty, mund të jenë duke u sakrifikuar më shumë se sa ty, kanë bërë plane më të bukura se sa ty, kanë hequr dorë nga shumë gjëra më të mëdha se ty, po s'u ka hequr asgjë. Edhe kur i shikon këta njerëz, thua si ka mundësi që këta ende vazhdojnë, edhe ecin. Edhe merr frymëzim për tyre, dhe i kam parë këto lloj njerëzish, flas për ata të cilët janë besimtarë, që e kanë mbështetjen të madhe tek Allahu dhe në vazhdimsi janë në meditim për Zotin e tyre. Edhe shikoj që te ne si besimtar ky meditim për Allahun rreth parë, për mirësitë që ai na ka dhënë, për çfarë jemi këtu dhe për ku do shkojmë, po na e merr rutina e ditës, po na e marrin angazhimet. Dhe po bëhemi musliman deklarativ në disa aspekte, nuk po bëhemi musliman, nuk po ndërtohemi si musliman të vërtet. Edhe kjo kërkon punë me veten, kërkon angazhim me zemrën, kërkon që ti të shikosh me sytë e kritikës veten, gjë që është e vështirë, nuk është e lehtë për të bërë. Por që Allahu na bëft sinqert dhe na bëft që ta përjetojmë të rrugtim përmirësues, i cili padyshim e gëzon Allahun. Çdo gjë që njeriu e bën për të arritur kënaqësinë e Zotit, dhe një nga më të mirat është që ai të përmirësoj veten e tij, ashtu siç kanë qenë shokët e profetit që sa herë i shikoje më të përmirësuar, i shikoje më të mirë se sa ç'kanë qenë herën e kaluar. Ne duhet jemi për këtyre njerëzve, ose të paktën nëse nuk e kemi mundësinë të jemi, të aspirojmë të jemi. Për të themi pak vetes ndal, edhe mendoj. Me që jemi kjo temë, burrat sot apo shmangen përgjegjësisë në emër të jetës thjesht të Islamit? Ka për tyre që i shmangen, fatkeqësisht. Ka për tyre që i shmangen, në emër do thoya që e përdorin Islamin, e përdorin Islamin si një kamuflazh të përtatësisë së tyre. Sepse realisht sot përgjegjësia familjare, përgjegjësia ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve, ndaj prindërve që mund të jenë të pamundur dhe të ketë detyrimin të ndihmosh ndaj vëllezërve dhe motrave, sepse në fundit jemi familje, është e madhe. Edhe ne po rritemi në një botë që duam satisfaksion të menjëhershëm për gjërat. Edhe kjo po na smur zemrat fatkeqësisht. Edhe po kthehet njeriu në një natyrë egoiste për fat keq. Edhe ka padyshim sot burra që nuk ndjejnë
nuk ndjejmë peshën e përgjegjësisë që me të vërtetë ata kanë mbi supët e tyre. Edhe për rrjedhoje mbulojnë këtë peshë përgjegjësie me një islam që ata pretendojnë që ekziston, por që s'është fare i vërtet. Sepse nuk kanë qenë të tillë shokët e profetit, nuk ka qenë i tillë profeti. Kjo ndodh dhe anas jeltës. Me disa ka raste plot të disa motrave të cilat nuk e kuptojnë rëndësinë e nisjes së familjes, rëndësinë e martesës. Janë akoma nuk doja të përdorja fjalën adoleshente, por do thoya të papjekura në brendësinë e tyre për të kuptuar rëndësinë e asaj që ke përgjegjësi për të kujdesur për një jetë tashmë. Që është shumë e rëndë. Përpara Allahut ti do pyetesh për këtë jetë. Nëse ai merr një rrugtim të gabuar, të devijuar, ti do të merresh në përgjegjësi. Edhe shikoj ndonjëherë fëmijë të cilët po rrisin fëmijë. Edhe për këtë kam keqardhje dhe e lut Allahun që t'i orientoj besimtarët në më të mirën. Po që padyshim ka nevojë njeriu për një zim, dhe ky zim nuk vjen nga hiçi, por vjen nga lidhja me Allahun, lidhja me librin e Allahut, lidhja me ata njerëz cilët ne i kemi shembull. Njeriu gjithmonë jetën e tij kërkon shembuj. Ne kur sprovohemi me diçka në jetë, gjithmonë shkojmë te ata njerëz cilët janë sprovuar me të njëjtën gjë. Si ja kalove ti, si e bëre ti, ç'a të ndodhi ty, ç'a ndjeve ti, ç'a përjetove ti, cila ishte zgjidhja për ty. Natyra e njeriu është e tillë. Edhe ne përgjigjet më të mira i kemi te njerëzit më të mirë. I kemi te ai libër që Zoti ka zbritur për ne, i kemi te profeti ynë. Ti hapim, ti shfletojmë, besoj që na ndriçohet jeta. Amen. Profesor, babai ka pasur një autoritet dhe një figurë shumë e rëndësishme apo jo në familje. Babai, figura e babait, kurse sot duket sikur i ka ikur pak autoriteti. Çfarë roli ka dhe cila është figura autoritative e babait te fëmijët? Për ti ma qyqyriun, unë roj kujtimet më të mira dhe them edhe sot, unë të kam patur atë edhe prind edhe shok. Shpesh herë këshillohesha me atë për problemet e ndryshme. Mbaj mend, kur ne punonim në kooperativ në Kumi, për të bërë tulla në Balt, unë mbarova me dresën. Edhe i them, o baba, tani që të bëj? Punë nuk m'japin, ne ishim familje madhe 9 vetë. Që të bëj? Bëj që të duash, je i lirë, a e ke mbaruar me dresën? Unë për ty jam i sigurt, po kujdes për pjesëtarët e tjerë të familjes. Ai ishte i parë si mua, por arsimin e donte edhe amanet, po them në gjuhën e vjetër. Një natë, kur gjithë po flinin, ne pinim çaj me filxhan, jo me gota çaj, po filxhan, se aq ishte ekonomia. Më thot mua, puna ime nuk dihet se ishte i smur. Më kejmë amanet fëmijët, edhe të tonë. Mi qosh në shkollë, të arsimohen. Mundësisht, të bëhen musliman. Se vetë falesh, nëna ti falej, në ndaja fizja prej vitin e në Mostar, edhe ajo falej, edhe më lakte amanet. A ishte lakonik, ishte autoritar dhe i prerë. Ne në familje mbajtem edhe nanën e nanës, Hafizën, edhe në një rast kujtohet si tani, i thot si meje. Po dëgjova në një fjalë që mankohet jo tëm të kun për ty, gjej ven vetes. Tamash, jo se e ke nën, po e kam unë përgjegjësim për atë. Prandaj tamash kështu. Dhe ishte shumë punëtor, në rojet, Ramet Past, me një korrik, ditë gjumaje, në orën 12, 1960. Unë kam fiksuar këtë datë. Dhe nga dëshprimi,
u regjistrova në institutin Gjuhë Histori, cilin në mbarova për 2 vjet në korrespondencë. Më pas mbarova dhe Universitetin për Gjuhë Letërsi në Tiranë, duke shërbyer si mësues në vende të ndryshme të Shqipërisë, që nga Berati deri në Kollovës të Kukësit. Për babën edhe për nënën, po baba ishte autoritar, nuk e bënte fjalën ndysh. Ishte i prerë, punëtor, i ndershëm deri në fund në të gjitha drejtimet dhe na porosiste. Nëse sillni qoftë edhe një karthi, një shkop nga të huajt, këtu në familje s'keni punë. Që në atë kohë ishte ai që ishte, Allahu e mëshiroft. Amin. Dhe unë sa herë që bie me flet, mbas është si me një masi pak, e kujtoj me respekt, se them do vi koha që do shtrihem. E tha xhamatët ashtu i them, krimbat do ushqehen me trupin tonë se është material. Dhe Zoti më mëshiroft timat që më ka çuar me drese, se edhe unë mund të isha si gjithë të tjerët. Elhamdulillah. Kush ka qenë momenti më i lumtur që ti e kujton jetën tënde? Ka pas pika të ndryshme, po martesa ka qenë një pikë e lumtur e jetës sime. E ke zgjedh vetë bashkëshorten? Unë i lutesha bashkë dhe mbi heshtjet madhe Zot, vetë punoja, përpiqesha, edhe ai më plotësoi dëshirat. Martesa ka qenë pika kulminante e jetës sime. Edhe them drejtën, krahas kësaj, edhe kur më pranuan të punoja si mësues në medresën e Durrësit, ku qëndrova si drejtues shkolle 12 vjet, me vendimin e KMSH-s. Ramazan Rysheku ka qenë Tiranës, ai nga Rysheku, ai e mori vendimin e morën tjerët, po, domethënë ai. Me bashkëshorten je njohur vet apo me lajmësi? Urdhë? Bashkëshorten e keni njohur vet? Njeriu është mirë të qesh se i zgjatet jeta. Kur mbarova pothuajse universitetin, i them nënës sime, pavarësisht se ishte e pashkolluar. I thash, nën, duhet fejohem. Ajo më tha, ajo vajza Shitësja është shumë e shkatët, e zgjuar, sillet mirë me njerëzit, është dhe pastërtore. Është e mirë, thot. Me shkusi, nuk bëjmë dashuri, po dashuria lindi me kalimin e kohës, dhe një dashuri jo e pa shembull, si gjithë të tjerët, po një dashuri e sinqert deri në fund, deri në momentin e fundit, deri në cepën e fundit të zemrës, sinqeritetin në ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Mua dhe të me shoqe. S'kemi qenë me hile. Edhe Zoti na ka shpërblyer. Elhamdulillah. Nëse kthehesh pas, a ke ndonjë gjë që të ka mbetur pishman? Kam kërkuar ndihmën e nipave, edhe inshallah ndihmojnë. E ndroja për nostalgji, që djeja nga e shpërngullur të parët tanë bosnjakët. Doja dija fshatin, se aty ka pas një shoqat me emrin Zambak, bosnjakët, dhe unë doja dija Dizdart, jo Dizdarević, se iq është mbi emër, është prapashtesë e gjuhës serbe, bosnjakën përgjithësi. Doja dija nga janë nisur ato, përse kanë ardhur. Ka 2 teori. Për arsye fetare, edhe për arsye se nuk e doronin Shvabu, armikun i smuri i Bosforit Turqia, e la Bosnjë-Hercegovinën dhe erdhen Austro-Hungarezët. Erdhen Austro-Hungarezët dhe si mas Hasan Imamović, një
historian bosnjak, ai thot, disa bosnjak në Mostar, me që nuk mund të shikojnë armikun në vatën e tyre, u mbyllën në shtëpi dhe ndruan jetën në shtëpi pa dalë për shtëpie. Teoria e parë e shpërnguljes së bosnjakëve ka qenë që për fenë, nuk e pranonin jo fetarin, edhe u nisën me një anije kroate Panonia, e cila ndaloi në Durrës qoftë sipas pleqve, se unë kam qenë ngarkuar për të shkruar historinë e bosnjakëve, qoftë për të furnizuar më ushqim, qoftë për të pushuar, qoftë edhe për avari. Kur kanë zbritur të parët ta në Durrës, kanë takuar një zabit, një oficer turk, edhe kanë pyetur. Kush është këtu? Më thonë, qa qeverie? Turku, elhamdulillah, kanë thonë turku. Edhe kanë arë pastaj në shradhat dhe Shijakut. Mua më ka ngel pishman, dhe më thonë, inshallah realizohet, mjep zoti jetë, shnet, që të shikoj. Nga e nisur ato për të shkuar në Turqi. Para 15 vjetësh, një parantez, mbasi falem taravit në xhamin e Shijakut, takuam imam i xhamis, në tha, janë një 3 bosnjak që jetojnë në Istanbul. I takoj ato, i pyes, a dini bosnjakisht? Jok, këtanë ato, jok, dhe më thonë, jo. Edhe, ma vonë, pasaj mbajta lidhje me një kryetar të shoqatës së bosnjakëve në Istanbul, me një Ahmet. Kjo lidhje u daravit pasaj ma vonë, po, mos me zjatë muhabetin, se lafë dhe shumë të janë fukarallë këto të populli, me kamet pishman nga fshat i Mostarit kemi ardhë. Unë kom qenë Mostar disa herë, kam dhe mikët Hasan Imamović, Senat Husnić, një pronar hoteli, kam dhe miqë të tjerë, dizdarë të tjerë, po nuk kam mundur të gjej. Madje edhe ministri i arsimit i Bosnjë Hercegovinës është angazhuar me ish drejtorin e bankës muslimane që ka qenë këtu në Tiranë, Amel Kovačević, për gjetur rënjët. Unë i kam gjetur dokumente në Durrës. Ismaili, i biri Shqyqyriut, Shqyqyriu i biri Ismailit, Ismaili i biri Mustafait. I kam gjetur të në gjendje civile në Durrës. Mirë po, kam vetë pishmon. Inshallah realizohet. Inshallah. Edhe po së realizu, Shqipëria është e ka bekuar i madhe Zot, është vend i mrekullueshëm. Si ju kanë pritur shqiptarët? Mirë, në përgjithësi mirë. Madje do të them, sot nga 2 fshatrat bosnjake numërohen afro 200 vetë me arsim të lartë. Kanë qenë të zot vetë, po edhe na kanë pritur mirë. Marrëdhëniet që kemi pas me shqipfolësit kanë qenë të mrekullueshme. Por parët tanë kanë qenë të izoluar deri në vitin 34, 1934. I pari bosnjak që është martuar me shqipfolëse ka qenë Mahmud Baçi, i cili ka ndëruar jetë të kohët e funit. Dhe çdo nuse që vinte në Borake ishte detyruar të mësonte gjuhën bosnjake. Thonë që bosnjakët i majnë mirë gratë. Dhe do të pyesim gruan tuaj. Sulgullaj thoshte, tek bosnjakët jep vajzë për të marrë rezervohu se janë me nazë shumë. Dëra pak humor. Më vjen, a keni qenë njëri që keni bërë humor shumë? Urdo? A keni bërë humor shumë gjatë jetës? Si jeni shquar? Bosnjakët shquhen për humor të hollë. Edhe mua më pëlqen humori sepse kur bëj humor, shof, a më kupton deri në fund bashkëfolësi? Dhe më vjen mirë kur bashkëfolësi më kupton edhe me mbështet për gjithë. Bosnjakët kanë humor të hollë. Na për shembull një bosnjak, 2 shok, Stalla Lope po digje, i thot komshiu, një bosnjak që ka shkuar në Mostar, e thot,
kur ka filluar lopa jote të pi duhan? Se dilte tymi. Mos më thot po digjet stalla. Alhamdulillah. Ajredin, cila është ajo këshill që ti në Ramazan do t'ja japësh patjetër njerëzve? Çfarë mendon ti se kanë më shumë nevojë sot? Ne si hoxhallar nuk është se po themi gjëra që nuk janë thënë më përpara kur flasim për muajin e Ramazanit, për vlerën që ai ka, për shpërblimet që merren në të, për faktin që ai është muaj që ka zbritur në të Kurani, prandaj u bë kaq i veçantë. Për faktin se është muaji i mëshirës ku hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit. Të gjitha këto janë thënë që 1450 vite. Ajo që është e rëndësishme është që ne mos të bëhemi thjesht dëgjues, po të bëhemi edhe veprues. Pra të gjitha këto vlera të mëdha, shanse, oferta që Allahu neve na jep, ne t'i marrim. Mos t'i lëmë ato. Njeriu në këtë jetë jep shans miqve, shokëve, ka raste jep shans bashkëshortës, bashkëshortja bashkëshortit, vllai-vllait, motra motrës, miku mikut. Jep shanse edhe kur shikon që ai person që ti ke dhënë shansin nuk interesohet për mundësinë, për shansin, për ofertën që ti i ke dhënë, dhe të lë një shije jo të mirë. Edhe është një hadith ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po ngrihej në minber. Dhe kur hedh shkallën e parë, thot amin. Pastaj kur hedh shkallën e dytë, thot amin. Kur hedh shkallën e tretë, thot amin. Dhe sahabët u çuditën me këtë, se nuk e kishte bërë më përpara profeti Allahut. Edhe i thonë, o i dërguari i Allahut, pse e bëre këtë, duke hipur shkallët e minberit, the amin 3 herë. Nuk e ke bërë këtë gjë më përpara. Thot, më erdhi Xhibrili. Edhe më tha, ati të cilit i kalon muaji i Ramazanit, dhe ai nuk është mëshiruar nga Allahu, Allahu këtë njeri e largon nga mëshira e tij, pra është ky njeri i shkatruar. Dhe thot, thuaj amin. Dhe thot profeti i Zotit amin. Të jepet gjithë ky oportunitet nga Allahu. Kjo mundësi që ti me pak të fitosh shumë. Këto adhurime, këto begati të mëdhaja, shikon gjithë njerëzit që po ndryshojnë, po përmirësohen, po lënë diçka nga haramet, po shtojnë diçka nga veprat e mira, dhe ti rri, vetëm shikon. Asnjë ndryshim, asnjë efekt. Me thënë, gjithë që janë rreth rrotës teje po garojnë për vepra të mira, kurse ti ndoshta po shton prej të këqijave. Dhe mos u bëfshin për këtyre njerëzve që i vjen muaji i Ramazanit dhe nuk ka asnjë ndryshim ky muaj nga muajt e tjerë. Pra nuk duhet të jetë Ramazani për ne një muaj që nuk përbën asnjë lloj ndryshimi në jetën tonë. Për ne duhet të jetë event që ato vepra të mira, ato virtyte që ne fitojmë gjatë këtij muaji dhe ato mangësi që ne i braktisim në këtë muaj, viti tjetër të na gjejë me vepra më të mira, më të përmirësuar dhe me më pak gabime. Pra kjo është ajo që i sugjeroj të gjithëve të zgjohen. I kanë dëgjuar të gjitha, i kanë dëgjuar hadithet, i kanë dëgjuar ajetet, i kanë dëgjuar historitë të sahabëve, të zgjohen, të jetësojnë ato. Dhe ta kuptojnë që ndryshimi nuk vjen duke ndënjur. Po duhet lëvizësh, duhet jesh njeri që vë në jetë ato të cilat ke mësuar. Sepse fatkeqi më i madh ditën e gjykimit është ai i cili ka mësuar dhe nuk ka vepruar me atë që ka mësuar. Po ka qenë thjesht mbartës fjalësh. Kështu që na bëv Zoti për atyre që veprojnë. Amin. Profesor, kam një pyetje të fundit. Një shok i Resulullahit i tha, më ke goditur, tha. Ku? Në shpinë, tha. Do të marr hak. Hape shpinën, tha, të godas dhe unë, i thaj ashabi shoku. Resulullah s'kujtohet, hapem ke goditur, tha. A i ngejti shpinën, shkoj e puthi ke shpinë. Do e puthi në balë, edhe do e thoje që lumë ti, që zgjodhe i madhe Zot, si u rrëfys për njëzimin si pas fjales Kuranit adhe i mushan.
Elhamdulillah. A ka diçka Hayreddin që dëshiron t'ia thuash gjyshe që nuk e ke thënë kur më parë? Jam shumë e lumtur që ju kam të dyve në podcast. Gëzohem. Nëse ka diçka që mund t'ia thuash për ta mbyllur me një shije shumë të mirë. Gjysh, po më kërkon të të them unë ty diçka që nuk ta kam thënë kur. Edhe unë po ta them. Po. Allahu të shpërbleft që ke qenë shembull i vlerave të larta të Islamit, virtyteve të larta të moralit, burrërisë dhe fisnikërisë. Këto më shumë se të gjitha na kanë mbajtur të fortë dhe na kanë dhënë shembull të mirë për të ecur përpara dhe për të mos hequr dorë. Allahu të shpërbleft. Bekimet më të mira gjithë jetën në ty edhe pasardhësën inshallah. Amin. Amin. Faleminderit shumë. Allah ju shpërbleft që erdhët dhe për këtë bisedë kaq të bukur. Faleminderit. Po. Faleminderit dhe juve miq që na ndoqët. Uroj që ky podcast ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë lërë një gjurmë shumë të mirë. Mos harroni, bëni gjithmonë shembull, dikush po e shikon. Miru takofsh në episodet e tjera.